Le të flasim sot për diçka që mund të na ndryshojë mënyrën si mendojmë, përgjithmonë. Po flas për taksonominë e Bloomit. Tingëllon pak si term akademik apo jo, por në thelb është si një hartë sekrete e mendjes. A e kemi vënë re ndonjëherë se si disa njerëz thjesht e kapin thelbin e gjërave, ndërsa të tjerët thjesht përsërisin fakte? E po pikërisht kjo hartë është Chelsea. Ajo na tregon rrugën, hap pas hapi, se si të kalojmë nga memorizimi në krijimin e diçkaje krejtësisht të re. Le ta nisim këtë udhëtim së bashku. Kjo pyetje na prek të gjithëve, besoj. Ajo ndjesia e frustrimit kur di diçka por nuk e kupton dot. Është ai dallimi thelbësor mes të përmendurit të një formule dhe të didurit se si ta përdorësh atë për të ndërtuar një urë. E pra, ky shpjegim do të na jap mjetet për të kaluar nga kjo njohuri sipërfaqësore drejt një aftësie të mirëfillt. Mirë, ja si do të ecim. Së pari, do të shohim pse të mësosh përmendësh thjesht nuk mjafton. Pastaj do të zbulojmë vetë hartën e të menduarit. Do të ndërtojmë themelet, duke kaluar nga faktet e thata te përdorimi praktik. Më pas, fillon gjitja e vërtet, drejt majave të mendimit kritik, dhe në fund do të shohim se si gjithë kjo gjë mund të aplikohet në jetën tonë të përditshme. Gjithçka zë fillim me një vëzhgim të psikologut Benjamin Bloom. Ai vuri re diçka vërtet shqetësuese në arsim. Nxënësit po bëheshin mjeshtra të përsëritjes, por po dështonin totalisht për ta kuptuar, për ta zbatuar e aq më pak për ta vënë në dyshim atë që mësonin. Pra, të nxënit po kthej thjesht në një lojë memorieje, duke harruar aftësinë tonë më të madhe, të menduar. Dhe zgjidhja që ai propozoi ishte geniale. Në vend që ta shohim të nxënit si një thes që duhet mbushur me informacione, ai e pa si një muskul që duhet stërvitur. Dhe kështu, ai krijoi këtë hartë, një lloj programi stërvitor për tryrin ton, që na udhëreq hap pas hapi nga lëvizjet më të thjeshta mendore tek ato më të fuqishme dhe më komplekset. Pra, çfarë është saktësisht kjo taksonomi? Ta imagjinojmë si një shkallare për mendjen. Çdo shkallë përfaqëson një nivel më të lartë të mendimit. Dhe ideja kryesore është kjo: nuk mund të hidhesh direkt në maj. Duhet t'i ngjitesh shkallët një nga një. Duhet ndërtosh një themel të fortë para se të arrish lartësitë e reja intelektuale. Dhe ja ku i kemi 6 shkallët e këtij udhtimi, nga themelet e forta deri në majat krijuese. Udhtimi ynë fillon në bazë, me kujtesën, dhe do të ngjitemi gradualisht duke parë se çfarë aftësie zhbllokojmë në çdo nivel derisa të arrijmë në maj, tek krijimi. Tani, le të hedhim hapin e parë. Okej, tani do të ndërtojmë themelet. Këto 3 nivelet e para janë baza ku mbështetet çdo gjë tjetër. Pa to, e gjithë piramida jonë do të shembej. Janë pikërisht këto aftësi që e kthejnë një fakt të thjeshtë në një mjet vërtet të dobishëm. Çdo gjë nis këtu, në bazën e piramidës, me kujtesën. Kjo është thjesht aftësia për të nxjerrë informacion nga magazina e mendjes son, fakte, terma, përkufizime. Është pika e nisjes, absolutisht e domosdoshme, por vetëm kaq, një nisje. Në këtë nivel, mendja jonë vepron si në, le të themi, si një skedar. Ne mund të gjejmë dhe të paraqesim informacionin, të listojmë, të përkufizojmë, të identifikojmë. Për shembull, të listosh 4 P të marketingut. Kjo është e rëndësishme sigurisht, por ende nuk tregon kuptim. Është si të kesh të gjithë përbërësit e një recete, por pa e ditur si t'i kombinosh. Tani, ngjitemi në shkallën e dytë, kuptimi. Dhe këtu ndodh magjia e parë. Informacioni i ftohtë fillon të marrë jetë. Nuk mjafton më të përsërisësh si papagall, duhet të jesh në gjendje ta përkthesh iden me fjalët tua. Këtu fillon të ndërtohet kuptimi i vërtet. Dhe ky është testi i vërtet, apo jo? Thonë se nëse nuk mund ta shpjegosh diçka me fjalë të thjeshta, atëherë as vetë nuk e ke kuptuar tamam. Pikërisht këtu hyn fuqia e foljeve si shpjegon, përmbledh, ilustron. Këto nuk janë thjesht fjalë, janë dëshmi që informacioni nuk është më diçka e jashtme, por është bërë pjesë e jona, e mënyrës si e shohim botën. Tani, arrim në atë urën që lidh teorinë me botën reale. Zbatimi. Kjo është pika ku njohuria largohet nga faqet e librit dhe hyn në praktik. Ka të bëjë me marrjen e asaj që dim dhe përdorimin e saj për të bërë diçka, për të zgjidhur një problem real. Këtu njohuria bëhet mjet pune. Nuk mjafton të dish çfarë është një çekiç, duhet të dish ta përdorësh për të ngulur një gozhd, të aplikosh një model, të zgjidhësh një ekuacion, të demonstrosht një aftësi. Kjo është prova se dia jonë është bërë gjallë, funksionale. Dhe këtu, harta jonë ndahet në 2 territore. 3 nivelet që sapo kaluam janë themelet, absolutisht thelbësore, por ato janë vetëm fillimi. Tani fillon ngjitja e vërtet. Tani po hym në territorin e aftësive të rendit të lartë, aty ku lind mendimi kritik i mirëfillt. Pra, fillon ngjitja drejt majës, ajri bëhet më i rrallë dhe pamja bëhet më e qartë.
Në këto nivele të larta, ne nuk e pranojmë më informacionin pasivisht. Ne fillojmë ta zbërthejmë, ta gjykojmë dhe në fund ta përdorim si lëndë të parë për të ndërtuar diçka krejtësisht të re. Hapi ynë i parë në këtë territor të ri është analiza. Ta mendojmë si një mekanik që hap motorin e një makine. Nuk i mjafton të di që makina funksionon. Ai duhet të kuptojë çdo pjesë, si lidhen ato me njëra tjetrën dhe si e bëjnë të tërën të funksionojë. Analiza është kalimi nga pyetja çfarë tek pyetja pse. Pse dështoi fushata? Pse funksionoi kjo zgjidhje? Kur fillojmë të dallojmë shkaqet nga pasojat dhe të zbulojmë supozimet e fshehura, atëherë ne ndalojmë së reaguari ndaj problemeve dhe fillojmë t'i parashikojmë ato. Dhe ky është thelbi të menduarit strategjik. Më pas, ngjitemi tek vlerësimi. Këtu bëhemi gjykatës të ideve, dhe nuk bëhet fjalë për të dhënë një opinion të thjeshtë. Jo, bëhet fjalë për të peshuar provat, për të justifikuar një qëndrim bazuar në kritere të qarta dhe për të dhënë një verdikt argumentuar mirë. Parimi kyç këtu është ky. Një opinion pa argumente është thjesht zhurmë. Vlerësimi kërkon shumë më tepër. Është si një kritik arti që nuk thot thjesht më pëlqen kjo pikturë, por shpjegon pse, bazuar në kompozim, teknik dhe histori. Të vlerësosh do të thotë të ndërtosh një rast të fortë për gjykimin tënd. Dhe ja ku jemi. Kemi arritur në maj, në nivelin më të lartë të aftësive njerëzore, krijimi. Pasi kemi mësuar, kuptuar, zbatuar, analizuar dhe vlerësuar, tani jemi gati të bëjmë hapin final, t'i bashkojmë të gjitha pjesët për të ndërtuar diçka të re, diçka origjinale. Këtu arrihet pjekuria e plot intelektuale. Krijimi është si alkimia e mendjes. Marrim njohuri nga fusha të ndryshme, i shkrim së bashku dhe formojmë diçka që bota nuk e ka parë më parë. Një strategji e re marketingu, një vepër arti, një zgjidhje inovative për një problem të vjetër. Këtu ne kalojmë nga konsumator të dijes në krijues të saj. Mirë, pasi e ngjitëm gjithë piramidën, mund të lind pyetja. Po mirë, ç'lidhje ka kjo me jetën tonë të përditshme? Përgjigjja është, ka gjithçka të bëjë me të. Kjo nuk është një teori e plurosur akademike, është një busull praktike që mund ta përdorim çdo ditë për të mësuar më shpejt, për të zgjidhur probleme në mënyrë më inteligjente dhe për ta çuar të menduarin tonë në nivelin tjetër. Kjo fjali e përmbledh në mënyrë perfekte. Qëllimi final nuk është të krijojmë enciklopedi lëvizëse. Qëllimi është të kultivojmë mendje aktive, mendje që nuk e pranojnë botën ashtu siç është, por e analizojnë, e gjykojnë dhe punojnë për ta bërë atë më të mirë duke krijuar diçka të re. Edhe kështu, ky udhtim na lë me një pyetje thelbësore për të marrë me vete. Kur përballemi me një informacion të ri apo një sfidë, vlen të ndalemi një moment dhe të pyesim veten: në cilin nivel të piramidës po operon mendja jonë në këtë çast? Apo mjaftohemi me memorizimin, apo po e shtym veten drejt analizës, vlerësimit dhe krijimit? Të bëhesh i vetëdijshëm për këtë është hapi i parë drejt rritjes së vazhdueshme.